për ligjshmërinë e veprimeve të Këshillit, a kujdes sektori juridik i komunës së Tetovës dhe nuk ka pas asnjë shkelje ligjore. Mbas kalimit të propozim listës, lista e pranuar nga Këshilli është çu për miratim në qeveri, gjithsesi në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, për të pa mos ka ndonjë emër të pakontestueshëm, po nuk mendoj se ka pasi i kaluar gjithë filtrat, edhe këshilltarët e këtyre subjekteve që i përmenda, nuk besoj se i kanë pranuar ose i kanë votuar këto emra pa përgjimin e tyre në nivelin qendror. Është dërguar lista në qeveri, është prit afati ligjor më tepër se sa duhet, sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, duket ka qenë 1 muaj apo 2, po është prit 2 fish më shumë. Nuk është kthyer përgjigje, pasi s'kemi pas edhe kontestime nga ana e këshilltarëve këto, as nga ana e askujt. Atë listë e kemi nxjerrë për zyti, ka dalë në shqyrtim publik, nuk ka pas, një javë ka ndajtë shqyrtim publik, nuk e di sa, nuk ka pas reagime prej popullatës, edhe heshtjen e administratës bazuar në ligjin për administrim pushteti lokal, vetëqeverisje lokale, e kemi llogaritur si të pranuar.